Një 24 vjeçar shqiptar i identifikuar me inicialet në Dalipaj ka humbur jetën pasi u godit disa herë me thik në Vescovato, në provincën e Cremonës në Itali. Sipas autoriteteve, i riu u transportua me urgjencë në spital në gjendje kritike, por nuk arriti të mbijetoj plagëve. Për ngjarjen është ndaluar një 32 vjeçar italian, i cili gjithashtu mbeti i plagosur dhe po trajtohet në spital nën mbikëqyrjen e policisë. Hetimet paraprake tregojnë se konflikti dyshohet të ketë nisur për motive sentimentale të lidhura me xhelozin. Fillimisht mes dy personave pati një debat në një lokal, i cili u ndërprej pa incidente të mëtejshme. Më vonë, 24 vjeçari së bashku me vëllezërit e tij shkoi pranë banesës së të dyshuarit. Sipas rindërtimit fillestar të ngjarjes, 32 vjeçari doli i armatosur me thik, plagosi njërin nga vëllezërit e viktimës dhe më pas goditi disa herë të riun shqiptar në zonën e qafës. Plagët rezultuan fatale për 24 vjeçarin, ndërsa karabinierët po vazhdojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes.